Decidivisht thot që në qoftë se antari i qeverisë, i cili është në detyrë, njëkohësisht zgjidhet deputet i Kuvendit Kosovës, ai duhet të jep dorëheqje një ditë para se certifikohen rezultatet. Edhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kështu që kjo është dispozitë e qartë. Meqense në ligj dorëheqjen e qeverisë e cila çon mandatin deri në fund. Po e ka qenë mandatin deri në fund, po dorëheqja është formale. Nuk e di pse ajo është akti më formal, Xhevdet. Jo, nuk mundem me thonë tash në kuptuar. Faktikisht ajo që tha dhe dim ose duhet ta dim, sepse nuk ka nevojë të dim, ne pajtona dëgjojmë Xhevdet. Para, në momentin që me 23 marsi mandati dhe është letra që është bërë publike që zoti Kurti ka dhënë dorëheqje, faktikisht ne për herë të parë kemi një situatë kur një qeveri e çon mandatin deri në fund. Po në rregull është ajo, na dina që ka qenë qeveria deri në fund. E dina që ka fituar 42%. A këtu nuk janë tema të reja ose informacione të reja. Diçka që zbulojmë ne. Sepse njëjtë është vazhduar detyra edhe ndër zonat. Nuk është temë thonë ka fituar 42% se na konë. Edhe kur kanë qenë në rregull është ajo. Ligji për qeverisë është i qartë Xhevdet. Je jurist, do ta lexosh drejt ligjit. Ligjin e lexojmë me ran për nën, për neni por nuk lexohet ligji nga neni fundit. Përjashtimisht na i kërkon procedurë penale kur do ta bëjmë ndërlidhje me nenin paraprak. Po nuk kemi lidhje me nën paraprak. Unë jam doktor, s'kam doktoru në drejtën kushtetuese, vetëm kam magjistru në drejtën kushtetuese. Besoj që kam drejt mja dho veti me bo një interpretim të thjesht edhe të ligjit edhe pak të kushtetutës. Sepse qatë titull e kam. Ne ligji për qeverisje nuk mund të lexojmë për smrapshti të referuem në 30-28. Më falë, ajo lexohet nën për nën. Kena orë situatën e nenit 26. Në që se s'kena kalu në 26. A lezo ligjet për të mirë për me konstitu Parlamenti i Kosovës apo të kundërtën? Ndëgjëm. Papajtueshmëria është decidivisht. Thot, antari i qeverisë, i cili zgjidhet deputet i Republikës Kosovës, duhet të jap dorëheqje një ditë para se me certifiku rezultati zgjedhjeve. Atë njëjtën ditë ta bën? Stop. Njëjtën ditë ta bën se jo. Kjo është pyetje hipotetike. Nëse doni me përplas kështu, vetëm në aspekt profesional po flas. Odesht formalisht me çu një flet dorëheqje. Dërgesa e një flet dorëheqje formale nuk kanë nënkuptuar që këta më çu me shku te shtëpia. Këta kanë pastaj vjen tani zbatimi i nenit 30 me ran. Tash jemi në dorëheqje, një pjesë e tyre janë në dorëheqje. Po në këtë rast edhe kryeministri tu ka bërë deputet, konsiderohet që këtë qeveria është në dorëheqje edhe vazhdojnë punën e tyre. A nuk në pas Kosova qeveria jo masi je magjistri drejtës kushtetuese? A duhet Kosova ditën e djeshme, a ka zhdash Kosova ditën e djeshme, edhe sot me pas qeveria jo? E ka qeverinë në detyrë, e ka qeverinë. Djesi sot e ka në detyrë edhe ka në dorëheqje. Nuk është problem. Po ku është problemi pra me çuni flet dorëheqje dhe me zbatuar një ditë që vetë e ke nxjerr? Cili është problemi kësaj qeverie? Që mos me mujtë me zbatu në 26, që vetë e ka miratu në Kuvend Kosovës, këtu 5 vite sa ka qenë në statuar. Cili është problem? Recaj, pasur një letër të dorëheqjes, të zotit Kurti, në ditën e mbajtjes së seancës. Po, që ka thot ligji, anë ditën e mbajtjes së seancës, anë ditë para certifikimit zgjedhje. A, desh pardje? Ligji është i qartë tu. Ligji është i qartë. Bën gabime. Tu më thënë fillim. Jo, si mas ti o dash milion spaku me pa qeveri me 100 shtetit. Jo, mos e lezashto. Edhe në fillim u qase.